Astraja, një metodë re bashkëkohore mjekësore që lejon përllogaritjen e rrezikut për çdo shtatzani, tashmë do të aplikohet edhe në Spitalin Obstetrik Gjinekologjik Koço Glozheni në Tiranë, i njohur ndryshe si materniteti i ri. Për të përuruar nisjen e kësaj metode, ishin të pranishëm dhe Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, si dhe drejtoresha e këtij spitali Rubena Mojsiu, të cilët theksuan rëndësinë që ky ekzaminim mjekësor do të ketë për të përcaktuar ecurinë e shtatzanisë. Edhe disa elemente shumë të rëndësishme tjera lidhur me rrisjet për detektimin e keqformimeve apo detektimin kohë i rrisjeve të lindjes parakohe janë elemente të tjera thelbësor të shtuar, të cilët ndihmojnë më njëherë anë jo vetëm për cilësinë e diagnozës, por njëkohësisht edhe për disa indekse shumë të rëndësishme, vital. Duke filluar që në 3 orën e parë të shtatzanisë, në bazë të këtij stofti, të gjithë mjekët ose çdo lloj operatori i cili bën ekzaminim ekografik është në gjendje të bëjë kalkulimin e rrezikut për trizomi 21 ose siç quhet në gjuhën tjetër popullore sëmundja Down. Dhe siç e shikoni në tabelat më tutje, përveç kësaj, në trimestrin e parë, ju do shikoni që maten të tëra të dhënat dhe për masat e bebit dhe ndërkohë transferohen edhe fotografitë më tutje. Ky sistem pritet të integrohet edhe në qendrat e tjera më të rëndësishme në vend, çka përbën sfidë për Ministrinë e Shëndetësisë. Specifika e këtij softi lidhet me vdekshmërinë foshnjore dhe amtare, pasi ndihmon shumë në parandalimin e disa vdekjeve foshnjore të panevojshme.